Elida, si e shikon, ka grupe rivalin, ka një kërëngritje për një përplasje të këtyre grupeve? Kemi dy variante në këtë studio. Kemi variantin e Zotit Ali Mehmeti, thotë që gjëra dialektike, gjitha partitë ka divergjenca, e lëshon kështu. Pa e lëke dialektika. Kemi Zotin Sula, i cili thotë që askush nuk guxon të nga krye, sepse është një bob aty që ja bën greshet, si do të thotë. Dhe thoshe një fjalë tjetër. E thash pra ta, e mos duhet ta them. Tani, deri para se t'ishte të vinin listat zgjedhore, le të themi, pat një lloj gumzhitje brenda PD-s, në të cilën mund të them që kishte një rivalitet. Rivalitet i cili në një lloj mënyre duhet ishte i shëndetshëm. Të paktën disa zëra u ngritën dhe ishin po ato zëra që besonin tek primaret, apo besonin ke një doktor i estetikisht i rilindur, se kjo është histori tjetër se sa u rilind. Dhe deri në ato momente, le të themi, pati një lloj edhe rivalitetit të shëndetshëm. Kur u vendosën zyrtarisht listat, pra që doktori bëri një analizë të interesave të ngushta brenda gjirit mëm të origjinës partisë, pam që emrat që ishin aty, si ishin asgjë më shumë dhe asgjë më pak se reminiscenca të vetë PD-s, tashmë të kalbur nga brenda fatkeqësisht për gjithë shqiptarët, opozita duhet jetë e shëndetshme, në të cilën rivalitetin e sheshuan. E sheshuan nga frika apo e sheshuan nga nevoja? Jo, nga paftësia për të qenë vetëm, sepse ne kemi parë që shumë emra aty brenda janë individ të cilët kanë tentuar të dalin nga partia mëm, atë ju tha dhe Erti pak më parë, kanë krijuar një pjesë të tyre parti në kohë, parti çka, dhe më pas kur u rikthyen se e panë që pa doktorin ishin hiç. Problemi i PD-s tashti është vdekja klinike e saj, ku zëra të rinj, ato që janë, Zoti Ali Mehmeti është një nga ata, që mundohet jetë ai defibrilatori, bën kuptim mjekësor që Zoti Ali Mehmeti, tani se Ali Mehmeti nuk e thot për i vjedhin në votë ato. Po pra pikërisht që t'i japi pak puls, del doktorët dhe bën atë dualizmin e të thënurit si puna, më kujtoi atë ferma e kafshëve, që të gjithë jemi të barabartë, po të ca më të barabartë. Ashtu më duket edhe kjo puna e firmës. Ka rivalit, nuk mendoj që është në përskuta, shumë i fshet, shumë i heshtur, por që nuk arrin do të dalim mbi sipërfaqe. Mos harrojmë që doktori është shumë i fuqishëm në informacionin që ka për secilin prej tyre. Dhe mjafton njëri të bëj diçka kundër tij dhe ai jam e bindur që do t'ia përdorte në mënyrë shumë të fortë. E thon ndryshe më shqip, ka dosje për të gjithë. Mendoj që po.